Këto do të me kput. Energjia elektrike kesh përdorët, ose për ndryshe vidhe. Me rezultatet e para në kontrollin e realizuar në Istog, në shoqërimin e njësive speciale, ekipet e Kecit nisën drejt lokacionit tjetër. Ekipi ka marrë sinjalizime se në një zonë të caktuar në Deçan, po kesh përdoret energjia elektrike. Kur çdo gjë është gati, ekipi afrohet drejt shtëpisë e cila dyshohet se po e vjedh rrymën. Njësori elektrik i konsumatorit për shkak të borxhit është ndarur nga distanca, por ai vazhdon të ketë rrymë. Në minutat e parë, ekipi special vërteton dyshimet. Konsumatori ka të instaluar një kablo ilegale përmes të cilës po e furnizonte shtëpinë me rrymë. Konsumatori në fjalë është shtëpi, njësorin e ka të vendosur smart të majës të shtyllës, është i shkyqur përbashkë nga distanca, mirë po ka bërë kyqje ilegale jashtë pikës mace me një kabel tjetër, e cila furnizon shtëpinë në mënyrë ilegale, kështu që energjia elektrike kesh përdorët, ose për ndryshe vidhe. Linja ilegale urdhërohet të këputet. Këto do të me kput. Konsumatori do të procedohet penalisht për keqpërdorim të energjisë, teksa në 2 kontrollet e para në rajonin e Pejës, ekipi special i Kecit zbuloi vjedhje të rrymës.